بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد. Të gjitha lavdit falenderimet janë vetëm për Zotin e Madh, Allahun subhanahu wa taala. Atë falenderojmë, për ti falë dhe udhëzime kërkojmë. Salavatet dhe selamet për shëndetit më të mira mbi pejgamberin tonë të dashur Muhammedin alayhi salatu wassalam, shokëve të tij, familjes së tij dhe çdo muslimani i cili ndjek rrugën e tij më të mira deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar xhamatlit të nderuar të pranishëm, do të ndajmë disa minuta para hutbës së xumas, që shfletojmë diçka nga libri i Allahut, nga suneti Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, dhe të marrim shpjegimet e dietarëve të muslimanëve për këto dy shpallje të shenjta të Zotit xhelel xhelalu. Vazhdojmë me hadithet e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, të cilat i ka grumbulluar Imam Buhariu në librin e tij El Adabul Mufrad, pasi e përfundoi kapitullin se muslimani nuk duhet t'i gëzon armiqt e Zotit, nuk duhet t'i gëzon armiqt e vet, duke u grind me muslimanët. Por grindja e muslimanëve ndërmjet veti është sebeb për gëzimin e të tjerëve. Andaj pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam kërkonte mbrojtje prej Allahut që mos t'i gëzon armiqt. Dhe kështu edhe i kishte mësuar edhe sahabët e pejgamberit alaihi salatu wassalam që të kërkojnë mbrojtje prej Zotit që mos të bëhet ndonjë vepër e cila e gëzon armikun. Pas këtij kapitulli vjen me një kaptin të re Imam Buhariu, të cilën e ka titulluar Babu as-sarafu fil mal. Kapitull teprimi, israfi edhe harxhimi i tepërt i pasurisë. Pra mos rregullimi dhe mos ndarja e pasurisë në mënyrë të drejtë dhe të vërtetë. Allahu xhelel xhelaluhu e ka krijuar njeriu që të ketë domosdoshmëri për pasurinë, dhe njerëzit janë të lidhur për pasuritë e veta. Andaj edhe sheriati Allahu xhelel xhelalu nuk vjen asnjëherë për me e zhvesh njeriu prej pareve, prej të hollave, nga sa ato janë element kyçi zhvillimit të një jete normale, por gjithmonë ja drejton binarët që mos dalin në teprim apo mos të dalin në kooperaci. Për këtë arsye të gjitha ligjet e Zotit xhelel xhelalu që kanë të bëjnë me pasurinë vinë në çfarë? Vinë në rregullimin e shtratit të përdorimit të pasurive. Për shembull, thot mos e tepro në harxhim, apo thot mos e shtrëngo tepër në shtrydhje dhe në kooperaci. Për këtë arsye thot Imam Buhariu ka ardhur në kapitull në hadith pejgamberit alayhi salatu wassalam, një mësim i cili ka të bëjë me çfarë? Që të menaxhohet mirë pasuria. Babun as-sarafu fil mal. Mos të teprohet israf me bë në pasuri. Allahu xha thot në Kur'an: Kulu washrabu wala tusrifu. Hani edhe pini, nga se kjo është domosdoshmëri e jetës. Hani edhe pini. Dhe nuk ka mundësi asnjëherë me ardh Kur'ani me të kundërtën për njeriu. Por çfarë thot Allahu xhelel xhelalu? O mos e teproni. Mos e saraf është me e përdorni diçka për te kufinit vet. O ti me hangër sa ki nevojë në rregull, por nëse e tepron, atëherë ka më bë dëm ajo. Andaj thot Allahu xhelel xhelalu: hani dhe pini, por mos e teproni. Për këtë arsye ne e gjejmë në fenë Allahu xhelel xhelalu se si gjithmonë nxitet për ekonomi të mirë, për ekonomi e cila i bën dobi vetes, i bën dobi familjes dhe i bën dobi rrethin në të cilin ti jeton. Për këtë arsye ne kemi çfarë? Mbajtje të vetvetes, të trupit, kemi mbajtje të familjes, edhe kemi mbajtje të shoqërisë ku ti zhvillon. Të gjitha i kanë hakët e veta. Thot Imam Buhariu, ka ardhur nga Ebi Huraira radhiyallahu an, se e ka dëgjuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam duke thënë në hadith: Inna Allaha yardha lakum thalathan. Ka thënë pejgamberi alayhi salatu wassalam: Allahu kënaqet që ju t'i bëni 3 gjëra. Pastaj do vinë 3 tjera të cilat i urren Zoti i Madh që të bëhen. Inna Allaha yardha lakum thalathan. Allahu kënaqet me juve që t'i bëni 3 gjëra. Kënaqet
Allahu është cilësi, Allahu kënaqet. Ne e përdorna në bashkëbisedim Allahu razi, Allahu qof razi. Kjo është inna Allahe yardha lakum thalatha. Allahu kënaqet 3 gjëra me i bë. Do më thonë se ne kemi të bëjmë në raport me Zotin tonë me çfarë? Me kënaqësi, jo me dobi. Jo me dobi. Dobia për insanin, a kënaqësia është për Zotin. Për këtë arsye shiko, Zoti jon te bareke ve teala shpesh herë në nxit për një varg veprash me çfarë? Zoti kënaqet me e bë këta. Zoti kënaqet me e bë këta. Si me e kuptu këta për ma thjesht? Shembulli i Allahut është më i lartë, por ne do ta kuptojna me disa prej shembujve praktik. Shpesh herë njerëzit nuk e kuptojnë çysh i bie Zoti më kënaq. Kur s'ka dobi. Merë për shembull raportin e prindit me evladin. Raporti i prindit me evladin. Prindi njeriu kur han buk, çfarë bën? Ka dobi. Ka mundësi mu kënaq edhe me pas dobi. Edhe e kënaq buka çka e ha, edhe ka dobi trupi që e konsumon ushimin. Mirë po, çfarë gjen prindi, nana apo baba kur han evladi? Kur veshët evladi? Ku është kënaqësia? Ku është dobia? Apo a janë edhe kënaqësia dhe dobi? Çfarë themi ne? Jo. Tani dobi këtu s'ka. Kur ha tjetri ti s'ki dobi. Por çfarë ki? Kënaqësi. Për shembull nana kënaqet nëse e vesh evladin, nëse e ushqen evladin. Ai ushqim nuk ka të ardhur te nana, nuk ka të ardhur te baba, te prindi, por i çfarë? I shkakton kënaqësi. Kjo kënaqësi është çfarë? Është gjendje shpirtërore të cilën e përjeton prindi nga dobia që e merr evladi. Shembulli i Allahut është më i lartë. Kur robi adhuron Zotin, kur robi i ban ibadet Zotit, dobia e robit, dobia, levërdia është e robit. A kënaqësia është për kan? Kënaqësia është e Zotit. E pastaj kënaqësia e Zotit është e cila i vjen robit si shpërblim, e cila është xheneti Allahu xhelal në ahiret, edhe qetësia dhe rehatia dhe siguria e robit në dunja. Për këtë arsye në dunja njeriu duhet ta synon kënaqësinë e Zotit. Kënaqësinë e Zotit. Andaj pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam ka treguar në hadith se banorët e xhenetit kur të funden në xhenet, Allahu na bof nasip të gjithëve, çfarë ndodh? Pasi që ti marrin vendet e tyre dhe të rahatohen dhe të komodohen në shtëpitë e tyre, Allahu ja i thret. Edhe i pyet a dojnë ala diçka, a dojnë me shtue. Dhe ata thonë o Zot na zdim çka me kërku po. O në aspektin fizik jemi të plotësuar deri në maksimumin e vet. Por Allahu ja thot ka edhe diçka do të më lyp. Dhe Allahu ja çfarë ju thot? Tani u ajap kënaqësinë time. Tani u ajap kënaqësinë time dhe nuk hidhrohem më kurrë me juve. Dhe kjo është maja e arritjes së një banori të xhenetit, kur Zoti i thot xhelle xhelalu, un jam i kënaqur me ty, un nuk hidhnona më me ty. Për këtë arsye shiko, njerëzit sot nuk i vënojnë shumë theks kënaqësisë. Realisht njeriu nuk është veç material. Sot bota për shembull është civilizuar shumë, është ngrit me parë shumë, por kulturë nuk ka shumë. Dhe nga se ka dallim mes civilizimit dhe kulturës. Kultura e lip kënaqësinë, kult, e lip adhurimin, e lip ibadetin, e lip raportin e këndshëm. Apo ndërsa civilizimi e lip ndërtimin, civilizimi e lip veturën, civilizimi e lip rrugën, edhe teknikën. E njerëzit sot duke vrapu pas rrugës së rregullume, pas veturave të shtrenjta, pas pallateve kështu me radhë, e kanë lënë çfarë? E kanë lënë kënaqësinë. Andaj ti e gjen këtë raport gjithmonë tek njerëzit. Sa më shumë që e shtojnë pasurinë, në çat nivel ju bie kënaqësia. Çat nivel që ata i shtojnë mënyrat për komunikim, ata në çat nivel e zbresin komunikimin. Për shembull ti sot del në xhade, rrugë, edhe shef me qindra njerëzi, tu dalet, tu hijet, tu lëviz. Apo mirë po, kitë çatu njerëzi për ti kur gjë emocion nuk përbëjnë. Kur fare emocioni nuk le. Pse? Sepse ti sheh ata kret rezultat i kërkimit të materjes. Këtë kanë dalë me lip pare. Këtë ka dalë. Dhe ti sikleti jot për të kërku pasuri, njerëzit mo i shikojnë ana çfarë? Si material.
Do më thonë, nëse e shen një koleg tanin të cilin keni me shku bashkë në punë, ju përbashkon materialja, ka mundësi me boni muhabet. Po mirë, një insan tjetër së të lidhë kur gjon parja me ta. Nuk na lidhë kur gjon. Edhe nuk shohim të kaj një lloj kënaqësie njerëzore, humane. Për çfarë arsye? Nga se ne jemi në kërkim të materjes dhe nuk jemi në kërkim të kënaqësisë. Andaj, në Islam, çfarë kemi? Kemi kënaqësi me lip kënaqësinë e Zotit xhelle xhelalu. Andaj për shembull, ne kur e bëjmë namazin, edhe kënaqemi kur falmi, kënaqemi kur agjërojmë, Allahu na mëson me hin Ramazan, pasi që jemi në prag të Ramazanit. Mirë, po cila është qëllimi i këta adhurimeve? Allahu më kënaq, me thonë unë jam i kënaqur me ty. Jo veç me e bë punën, por Zoti me ta pranue. Na pse dojnë Allahu ta pranoft? Pse? Se ti ki mundësi me e bë, po s'ta pranon. Ki mundësi me e bë, ti e ban testin, por e ngel. Ti thunë munova, po ngele, sa pranoj. Andaj pranimi o kënaqësia, pranimi, kabulli o kënaqësia e Zotit xhelle xhelalu. Njerëzit sot nuk po jetojnë për kënaqësi. Njerëzit për shembull i ngopin barkët e veta dhe prap nuk janë të kënaqur. Sepse ai e ka marrë informatën e gabuar. Ati i kanë thënë se ti sa më shumë që ha, sa më shumë që ki pare, çaq më shumë ki më kënaq. Që i bie që zëngini me kajt pikëzimit. Ama nuk ka ajo, nuk ndodh ajo. Ndodhe kundërta. Na shpesh e gjena për shembull njëri me standard më të vogël ekonomik, po kënaqësinë ka më të madhe. Pse? Nuk është mos parja, as te parja, është çysh e sheh parën. Është çysh e sheh pasurinë. Për këtë arsye shiko, ne në Islam e kërkojmë kënaqësinë e Zotit, kënaqësinë e Allahu subhanahu wa taala. Cilat janë punët të cilat Allahu i don për robërit e vet? Ka thënë pejgamberi alayhis salatu wassalam, "Yardha lakum an ta'budu wa la tushriku bihi shay'an." Dhe Allahu xhel xelalu, Allahu është i kënaqur me juve që t'i bëni ati adhurim dhe mos t'i shoqëroni askan në adhurim. Çka është kjo? Çka ne e quajmë ibadet dhe tjetra shirk. Allahu don mi apo ibadetin veç ati dhe mos mi bëj shirk. Çka është ibadeti? Ibadeti është, adhurimi është maja e dashurisë me majën e nënshtrimit. Kur të bëhen bashkë këto dy dia e shndrojnë adhurimin. Për shembull, më e kuptu ma lehtë. Maja jote e trupit o balli. Balli është pjesa më e lartë e jotja. E ma poshtë cila toka. Për tyja toka mas poshti. Për shtatë nuk hec zvarë, po hec në kam. Sa ja është, çfarë është pjesë e ulët. Toka pjesë e ulët e jotja. Adhurimi çka i bie ti për mi kallëzu Allahut se e do dhe i bën sejdë edhe adhurim, e merr ballin më të lartën te më e ulta. Edhe i ban bashk. Kur ti bash bashk, çka thonë? Karo sejdë. E që kjo është veç du të më po me zemër. Nëse dashnia mrin maksimum, edhe në nështrimi mrin maksimum, ku të ban bashk, që u të adhurim. E çka është shirk? Kur qëtat njëjtën, ja jep diku tjetër përveç Allahut. Që kjo është shirku? Kur qëtat njëjtën, mat naltën dashni, me mat naltën, me mat ultin në nështrim, kur e ban bashk dhe ja jep diku tjetër përveç Allahut, i ke bo shirk. Andaj për shembull ti e gjen pagani, çfarë ban? E merr putin edhe i ban sejdë. Ai nuk e meriton. Ai ndoshta e ban njëtin vepër si ti, çka e ban në sejdë dhe ruku, por ja ka bë dikujt çka se meriton. Ja ka bë dikujt çka se meriton. Merr në raportet tjera. Për shembull, sot dhem tyje. E vladiot, çka e vladiot. Loçk e zemrës tane. Sigur që ka ardhur hadith pejgamberit alayhis salatu wassalam. Para më ti me rrit, me ushqy, me mbath, me edukue, me zhvillu dhe me allon komplet kujdesin tanë, edhe ai në fund me thanë, për shembull, një tjetër e respektoj më shumë se ti. Ti si bab nuk të respektoj nivel çka e respektoj filanin. Babu si dhem shumë. Për çfarë arsye? Se ai ka bëu këto kontribute. Edhe pse këto kontribute janë sebepe. Tash shembulli i Allahut është më i lartë. Allahu na krijon. Allahu na furnizon. Allahu na jep jetën. Allahu na jep syt. Allahu na jep vesh. Allahu na jep gjithçka çka na kena është Allahut. Para më ti më shku mi thon faleminderit dikujt tjetër. Para më do më shku mi thon dikujt tjetër. Ti pi punë kur del, nëse supozojna e ki shef. Edhe vjen do me dal më herët, apo s'don me shku në punë. Edhe nuk shkon. Edhe i thu shefit unë e veta filanin. Por në firmën tane e veta di kanë tjetër. Çka thot? Jo.
në firmën teme unë vetna, në firmën teme, në fabrikën teme, në këtu, në administratën teme, unë pyetna, a ban me ardha, s'ban me ardha, a lejot, as lejot, se kjo është e jemja. E tash shembulli i Zotit është më i larti. Dunjaja është e Zotit, bota është e Zotit. Na jemi të Zotit xhel xhelalu, krijesë tina. Çdo herë që i themi faleminderit dikujt tjetër, bim lloj shirku. Çdo herë që i bim sejdë a ruku, a i rim nga ditu në qiyam dikujt tjetër jashtë Allahut, ne ç'a bëjmë? Ne e kena bënë lloj ortakërie. Ortakërie se Allahu gjë është i kënaqur që veç atij mi thon faleminderit. Për këtë arsye, thot alayhi salatu wassalam, Allahu xhel xhelalu 3 punë kënaqet që t'i bëni ju. E para cila, me i bëj ibadet Zotit xhel xhelalu. Dhe mos mi bëj atij shirk. Mos i ni borxh kërkujna jashtë Zotit. Mos i ni borxh kërkujna jashtë Zotit xhel për adhurim, a për hake tjera, ajo është mesele e cila i takon në hijen e ligjit Allahu subhanahu wa taala. E dyta që ka thënë pejgamberi alayhi salatu wassalam, që Allahu kënaqet me juve që ta bëni, cila është ajo? En ta'tasimu bihablillahi jami'an. Ka thënë Allahu kënaqet që ju komplet bashk të kapeni për litarin e Allahut. Që ishin çfarë? Ishin deri tash këto hadithet për çket pjesë duke fol. Është duke fol për çket pjesë. Zakonisht kur dikush ndahet nga turma e cila është ka për litarin e Allahut, kur dikush ndahet nga ummeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam për tu ndarë në kapjen e përbashkët, kur ndahet? Kur ai është të tepruri diçka tjetër. Andaj ka thënë Imam Buhariu sarafu fil mal, teprimin pasuri. Ai është duke angazhuar me diçka tjetër, me ndonjë ego tjetër, e cila ja ka zonë venin tek kapja për litarin e Allahut subhanahu wa taala në mënyrë të përbashkët. Shikoj çka thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, Allahu kënaqet me juve që ju bashk tok krejt mu kap për litarin e Allahut xhel xhelalu. Po këtë arsye Muhamedi alayhi salatu wassalam i kishte edukuar sahabët e vet që gjithë bashkë të adhurojnë Allahun subhanahu wa taala. Andaj sa hadithet kanë ardhur për çfarë? Për ta zënë namazin me xhamat. Ka thënë pejgamberi alayhi salatu wassalam, namazi atij i cili falet vetë të shtëpia me namazin e atij i cili e fal me xhamat në xhami, sa dallon? Me një transmetim 25, me një transmetim 26, me një transmetim 27 herë më i vlefshëm. Do më thani njëri cili e fal për shembull sabahin në xhami dhe njëri cili e fal sabahin të shtëpia, në vakt e kanë fal barabar. Ai që e ka fal me xhamat, sa dallon? 26 herë më lart. Ky do të mi falë 26 herë sabahin, mu pa barabar me as që ka falë në xhami. Mirë, pse e ka vogjet këtë vlerë? Se o bashk. Çka dallon? Bashk është. O një në falë tok. Kjo falë mja tok, përveç që i ka efektet e veta prej largimit shejtanit, edhe ndjesisë adhurimit të përbashkët, iyyake na'budu, vetëm ty të adhurojmë, iyyake nasta'in, dhe vetëm prej teje ndihmë kërkojmë, dhe shumë gjëra të tjera. Njëra prej gjërave që është se janë kap për çfarë? Për litarin e Allahut bashk. Andaj ka thënë pejgamberi alayhi salatu wassalam, Allahu xhelle xhelalu kënaqet me juve që të kapeni bashk për litarin e Allahut subhanahu wa taala. Për shembull, marrë Ramazanin. Çka dallon Ramazani prej ditëve tjera kur agjeron njeriu jashtë Ramazanit? Ka mundësi agjeron, nuk e ka kënaqësinë e njëjtë. Po e ka bë adhurimin, po e ka bë agjerimin, po e ka bë sifirin, e ka bë iftarin, ama s'bën Ramazan. Për çfarë arsye? Se kitë bashkë kanë agjëru. Kretë bashkë nisin, kitë bashkë sosin. Kitë kjo tokë kur bëhet kitë bashkë, i jep adhurimi çfarë? I jep tjetër aromë. Andaj shiko, kur musliman janë kitë bashkë, ka tjetër aromë. Kur janë kitë në veç, ka tjetër erë ka. Ka kjo tjetër erë, kjo ka tjetër erë. Thot pejgamberi alayhi salatu wasalam, Allahu kënaqet që ju me ka për litarin e Allahut të gjithë bashkë. Pastaj ka thënë e treta, ka thënë dhe Allahu gjithë kënaqet en tunasihu me wallahu Allahu amrakum. Allahu kënaqet që ju të jeni të sinqert dhe transparent dhe këshilltar të mirë ndaj atyre të cilët Zoti ju ka lënë juve përgjegjës. Por kur ta ka lënë Zoti dikam përgjegjës, apo këtu është për qëllim sultanat edhe xulefat, të cilët i kanë xhikuar njerëzit, kryetarët e muslimanëve,
Ka thënë pejgamberi alayhis salam, Allahu kënaqet që me krijetarët e muslimanëve ju mu kanë të drejtë për drejtë, të sinqert, mos me bë dallavera. Por çfarë arsye? Nga se kur i pari e ngatron rrugën, i merr në qafë këtë. Andaj kanë pyeti Imam Ahmedin rahimahullah, edhe i kanë thënë, me pas një dua që Allahu ta ban kabul, për kanë e kishe bë? Që i kanë thënë, me pas një dua që Zoti të përgjigje, për kanë e kishe bë? Ka thënë, e kisha bë për krijetarin e muslimanëve. Allahu ta rregullojë, ta drejtojë. Ka thënë, pse për atë? Po pse s'bën për vetë, pse s'bën për atë? Ka thënë se kur drejtohet ai, drejtohemi krejt. Andaj sot një varg prapsi, edhe një varg telashesh në dunja, pse janë? Se ata në krijes janë rregull. Ai kur ai pari ti nuk drejton me drejtësi, kur ai pari nuk drejton me fe, kur ai pari nuk ta çet, ai pari kanarin, ki posh ka ban. Ki posh ka ban. Për këtë arsye shikoj pejgamberi alayhis salam ka thënë, atë që Allahu a cakton juve për përgjegjës, ju duhet jeni të sinqert. Tanasuh është kurije i çiltër. I thu kështu, çfarë shka jam të ta thonë me gojë, në zemër kur gjë tjetër s'kam. Çka tanasuh? Andaj ka thënë pejgamberi alayhis salam, ed-dinu nasiha, feja nasihat. Çka nasihat? Nasihata kur i thu dikujna, këshire, ma e mira me vepru që ta. Edhe i thu, unë e qëta shka po ta thamë me gojë, në zemër kur gjë shtesa s'kam. Pra, që to germa qka po të shprej, që to germa i kam në zemër, që kjo atë nusë, që kjo këshil. Apo, na zakonisht pse nuk na dhezin këshilat? Se na një germe formulojna me gjuhë, një germe tjetër e formulojna me zemër. Andaj nuk dhez ajo. Nuk dhez. A kur ta formulojsh germën me zemër, dhe qatë germi ja qëtë gjuhës, dhe qatë germe ngon i këshilluari, ai e merr nasihatin. Andaj ka thënë pejgamberi alayhis salam, Allahu kënaqet që atë që e keni përgjegjës, Allahu ja ka lënë përgjegjës, çfarë? T'jeni transparent, të çiltër, të pastër me ta. Pastaj çfarë ka thënë? Wa yakrahu lakum thalatha. Dhe Zoti i madh xhelle xhelalu i urrejn 3 punë mos mi bëju. 3 punë mos mi bëju. Dhe vini re gjithmonë në hadith e i gjejmë, Allahu xhelai ka urdhëruar për 3 punë. Allahu xhelai urdhon për këtë punë. Mirë, po nëse i mat punë zakonisht janë 1, 2, 3, 5 maksimum. Pse? Sepse nëse ja mat me këtë hadithet të pejgamberit alayhis salam, një prej studimeve që i kanë bërë disa prej ulemave janë diku 20.000 hadithe të sakta nga pejgamberi alayhis salam. 20.000 hadithe. Nëse i shpërndajnë në 23 vjet, nëse i shpërndajnë ato sa pak janë hadithet shkurtra, çka i vje? Se pejgamberi gjatë ditës shumë pak ka fol. Shumë pak ka fol. Pra nëse e matmi me metër, edhe i dajna shkrodjat. 23 vjet pejgamber alayhis salam. Hadithet që kanë ardhur sakta nga pejgamberi alayhis salam, nëse i shpërndajnë në për ditët e tina, 23 vjet, ai vjet gjatë ditës shumë pak me fol. Pse ka fol çaq pak? Pse ka fol çaq pak? Sepse pejgamberi nuk ka fol veç me fol. Megjithse, nëse i shton pejgamberi fol tan ditën, e kishin ngue. So pejgamberi Allahu xhelel xhelalu. Nëse i shton fol në 10 saat ja Rasulullah, ato e kishin ngue, se është i dërguar i Allahut. Por s'ka fol çashtu. Ka fol ndoshta tan ditën ja u ka dhënë dikëshilla. Ose nëse ka ndodhur tan ditës ju ka dhënë këshill hiç. Por çfarë arsye? Sepse këshilla jepet me nevojë. Këshilla nuk ka, hajde të këshilloj unë. Jo, këshilla jepet me nevojë. Ka dalë një rast, ka dalë një problem, e këshillon. Apo, që thot Aisha radiallahu anha, ndodhte do një gabim të muslimanët, hitë në hutbe pejgamberi thotë, nuk ban me bo kështu. Apo, jo vazhdimisht me e këshillu, nga se e ranon qenje njërzore. Pse ka nërë shkurta, 3 i knaqët, 3 i urdhejnë, që ti memorizosh. Ti jep këshilla generale, këshilla të përgjithshme, ti degzoj ato. Allahu është i kënaqshëm me ti me adhuru. Ti interesoju mësani që shqipje me adhurue. Ti interesoju që shqipje me adhurue. Kur thoi Allahu është i kënaqshëm që musliman bashk mu ka për litarin Allahu. Ti interesoju që shqipje mu ka bashk. Apo, pastaj ti lipe në Kur'an qysh është mu ka bashk. Andaj shiko, i ka pru këshilla të shkurtra. E ne sot çfarë bojna? Ne sot për shembull kena shumë bollok të informacionit, shumë bollok të këshillave, shumë bollok të ligjërimeve, por ajo e cila mungon, cila është marrja kësaj këshille, zbatimi kësaj këshille, me marr këshillën është din ta marr.
edhe me përmirësu vetën. Kur ta dëgjosh se pejgamberi sa me ka urrejt një punë, urrej edhe ti, zbatoj edhe ti çka pe kërkon pejgamberi alayhi salatu vesselam. Cilat janë 3 punë që i ka urrejt pejgamberi alayhi salatu vesselam? I ka urrejt Allahu xhelal dhe na ka tregu pejgamberi alayhi salatu vesselam. E para prej tyre cila është defekti më të madh që e kena na. Ka thënë pejgamberi alayhi salatu vesselam: "Yakrahu lakum qila wa qala." Allahu e urrejn te ju qila wa qala. Thash e theme. Kjo është ajo xhurulldia, ajo katrahura, ajo anomalia më e madhe me të cilët musliman asin një lloj gjelle aty dikush na sill neve. Qila wa qal. Tha, a e nitë shej kish thon. Jo si ka thon bashkështu, se ti se pas ke morr vesh mirë lajmin. Jo punë e ngova, më kallzoi aj. Kish ka të ka kallzu tipi, ku e ka morr? E ka një edhe aj. Kur kun nuk ka muhabeti. Kur kun nuk ka muhabeti. E thira ti thu, shikosh ka bon njerëzit, qila wa qal, ka thon, nuk e pas ka thon bashkështu, ama unë çështu e kam ngue. Kjo është katrahur, kjo është anomali, kjo është rregullim. Merri njerëzit muhabetet çka i bajnë. Ndoshta një pjesë përqindje të madhe e ka qila wa qal. Pse mos i ka me zinxhir hadithit ta? Kush s'ka thon ti për çket llaf? Kumni. Kjo kumni ku bazohet? Ku bazohet? Ka thonë pejgamberi alayhi salatu wasallam hadith: mjafton për njeri më kon rënacak, po çfarë? Më kon po njeri më kon rënacak nëse transmeton gjithçka çka dëgjon. Valla unë nita, po mos u bën pjesë e gjunajit. Mos u bën se nuk ka vërtetuar ajo. Nuk ka vërtetuar ajo. Shikoj çfarë bote jena të jetue. Tregon një hoç prej botës arabe, i cili tashna për disa vende të sa të ka atje luftë dhe është interesu për familjarët e vet. Cili ka me gjallë, cili s'ka me gjallë. Thotë e pyeta për një koshi, a është gjallë aso gjallë? Më thanë ka dek. Ka dek, edhe qashtu më folke që ka dek. Thotë fillova me kajt, e me bo dua për ta Allah ta mëshiroje. Thotë kur u ktheva te veni koshia gjallë. Mu prishën emocionet krejt. I veta për disa familjara, janë gjalla, kanë dek, më thanë ka dek. Thotë dhe folë që i folke qashtu që sikur me ka zdek, edhe emocionet i shpreke. Thotë edhe kitë muhabetin funi shkanë qile vë kal. Qështu njëta që ka dek. Apo, kjo e prish njeriu. Ka thonë pejgamberi sa Allahu e urrejn të ju qile vë kal. Shiko neve pejgamberi sa na ka mësu neve që mos me transmetu gjithçka që ka dëgjojna. Jena kohën ku ka TikTok, që përmendëm para disa ligjëratave, TikTok, Facebook, Instagram, WhatsApp, ku i di çka prej rrjeteve sociale. Lloj muhabeti. Ka thonë, nuk e di, valla ka thonë, më doj çfarë janë këto muhabete? Muslimani ku ka vakt më morë me kësi sele? Ka thonë ai, më tha ky, duhet më kon preciz, e kanë pyet Sufjan e Thaurin, me çka mahet kjo fe? Ka thonë me zinxhir. Ama jo zinxhirin që para më nëna. Ka thonë me zinxhirin e hadithit. Mos me pas çat zinxhirin. Pi ka pedina na që ka thonë pejgamberi sa me zinxhir. Pi filanit, deri te filani, deri te filani, deri te pejgamberi alayhi salatu wassalam. Por çemu shikoni Imam Buhariu çka thot. Haddathana Abdullah ibn Yusuf. Qala akhbarana Malik an Suhayl ibn Abi Salih an abihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Shikoj Imam Buhariu çka thot. Më ka tregu mu Abdullah ibn Yusufit. Abdullah ibn Yusufit se ki ka thënë, më ka tregue Maliku nga Suhejli ibn Ebi Salih, i cili tregon nga Ebi Salih baba i vet, nga Ebi Hurejrate, nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. A ka këtu diçka ku s'di? Jo, komplet njërin e kije. Që ki ka thonë? Ky thot, unë e ku mgu ket. Edhe në fund, del të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Kape ti lipe njën një muhabetit. Mush me gjet, ku mush me gjet? Lipe, kush e tha i pari? Nuk i di kush e tha i pari. Po qarkullon, po del, po kush e tha i pari? Nuk i di kush e tha i pari. Pra, shpesh herë qarkullojnë muhabete dhe krijojnë atmosfera të gabume, ndërkohë që muhabeti nuk ka pas fare. Andaj ka thënë pejgamberi alayhi salatu wasalam, Allahu e urren te juve qila wa qal. Tha, e ka thënë edhe e kumni, ndërkohë që ajo asnjë bazë nuk e ka. E dyta ka thënë, Allahu e urren kathratu sual. Pyetjet e shumta. Pyetjet e shumta janë dy lloje. Pyetjet dobishme dhe të padobishme. Këto janë të padobishme. Nëse për shembull tregon Mujahidi rahimahullah, nxënës Ibn Abbasit, thot, e kumnal Ibn Abbasin radhiyallahu an, prej te El Fatiha deri te kul a'udhu bi rabbin nas, dhe për çdo ajet e kum vet. Çka. A më ka vet për Kur'an.
Na çka e vetna? Na e vetna me zonë ngusht. Apo, me zonë ngusht. E do gjonë të për shemull, vete hoxën të akshirë misha po thot. Apo, shkoni vetë një 10-15 të gjallar, e më zani thot, a unë i kun vetë shumë gjallar, ama s'pedishin ato. Këto gjallar, alas shumë begjenze, ato s'pedishin. Po çfarë pyetje janë këto tua që s'pidin në gjallar, s'pidin ulema? Apo, për këtë arsye shiko, ka thënë Allahu sallallahu Allahu e urrejn për ju me vetë palidhje, me vetë kot, me vetë pa kuptim, pa domethënie. Shumicat e pyetjeve tona për çfarë janë? Janë pyetje zot, me bo muhabet, me çil muhabet. Dërso sahabët s'kan bërë kështu. Sahabja ka vetë për çfarë? Për çka? Për diçka domosdoshme. Ka ardhur numri më i madh i pyetjeve të sahabëve, 17 pyetje, 14 pyetje transmetime. Tan jetën e kanë vetë me jam 14 pyetje. Po na në mezhlis me i ban 14, njëri pyetën. Në mezhlis 14 pyetje ti vet. Për tut 14 thot unë i di veç dashta me vet. Që kjo është problemi se na nuk dim për çka na tu vet, këto porgjigje ku na ti quhe, na nuk i na tu vet për me pështu qafën pizjarit. Na tu vet me bo muhabet. Apo, o do një ardh vet me të mat. Ta veti a ka ki gjevabin si këti qetëri hoxhës, a ki qetër e ka. Kjo testi. Kjo e zavetën muftia i botës, i cili i mat njerëzit. Tal tasho nuk e kish bashkënisoj. Kështu të dit, këj me atë hoxhën, kush ka caktu ti me mat kështu, kush talak i këtë tir, ka e more, kush të ngarkoj me këtë përgjithësi. Për këtë arsye e urrejnë Allahu pyetjen e shumt. Ka thonë pejgamberi sa hadith tjetër, popujt e kaluar para juve janë shkatruar me çka? Me pyetje të shumta. Që do ta shohim të ngjarja e Musait alayhis salam. Me çka janë shkatruar bijtë e Israilit? Me pyetje të shumta. Allahu ja ka zbrit Kur'an. Inna Allah ya'murukum an tadhbahu baqara. Allah po ju urdhëron me preni lop. E kanë pas një problem. Ato më jashtë kanë thënë, "Atattakhiduna huzwa?" Çaj gari të bo. I kanë thënë pejgamberit, "Atë ai gari të bo." Mos ani në rregull, u bindën që sa ai gari. Qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma hiya. I ka thënë o Musa, o çfarë lope se ka shumë lop. Shiko, kur ti thuaj ti dikujt kështu, merra kështu. Pas ke nevoj me prej një lop, një kurban. Apo Shtash, me thonë, e qfar lop e ajo? Po tash qëtu problemi, tash kush është defekti? Qishme për lop, qfar lop e me prej? Lop e një lop. Sepse lopët nuk kanë adresa si na. Se ti përshimu kur thush takoju me filan profesor, me një profesor, apo me doktor, ka drejt me venjer me cëllin doktor vlo? Atë veshit, atë sinjve, atë barkit, apo cëllin? Apo cëllin janë ma profesionisti për tëne? Ama kur i thush dikujt, preje një dele, një lop. Tash aja, shkoll ka kriti që me vetë, cëllin janë për tëne? Cëllin lop në me e prej? Allahu gjilë e ka zbit, ka thanë, as e vjetër, as e re, mas i bëdoni me ngushtuhe. As viç, as e vjetër, lopa. Jo, ka dhe shumë qështu, ka shumë të lop qështu. U du'u lana rabbaka ma yubayyin lana ma launuha. Çfarë ngjire ka ajo? Jo ka kallzu ngjirën, a pas kanë bin. Ka thonë, "Këtë lop na kanë përzi." Çështu janë plot njerëz. Këtë lop ju përzihen, ama ky e ka problemin, ato lop të krijes ju kanë përzije. Kur të përzihen lop të krijes, as lop nuk mundesh me dallue. Çka ka thonë Allahu xhala? Ka thonë, ajo është një lop e cila refuzon me lavru tokën. Ajo është shumë që e ma vetën. E ja ka dhonë disa prej cilësive, që thëtë Allahu xhala, wa ma kadu yef'alun. Menzi e gjetën. E kur e kanë pa e bitë e Israilit këtë shtrëngim, çfarë kanë ba? O ka një njëri ka pas një lop. Qatë lopën që ka i plotëson cilësit e kërkesës së Musait alayhis salam. Edhe i ka shku njani ka thonë, a diçka, këto e kanë paqare me e prej lopën tane. Mos ja ushit lopën pos shumë shtrejt. Ka thonë, s'kanë qare pa ta ble lopën, se kanë shtrëngu punën, veç të lopa jote. A i ka thonë, po, kur kanë ardha të me e ble, ka thonë, veç lopa jote, Allah në ka urdhë në Kur'an me e prej që këtë lopë. Ka thonë, po, veç e jemi apo, matë nësa kilogrami ka që saltani duhe. A veç e kjo. Shiko kur e shtrëngon, e pagun me 700 kg altan. Allah u gjitha neve sa, ajo në 700 euro, ama ti e pagun me 700 kg altan, se e ki shtrëngue. Andaj ti i gjenjës, e kjo qishke, e detal, edhe në fund shtrëngon vetë vetën sa nuk bëhet. Andaj e pagun lopën shtrajt, e pagun edhe adhurimin shtrajt, kur nuk di me e bëhe.
Ki mujt me ka përcije me 200 euro, me 400 euro. O ma kur ti është rëngon, nuk ban aty, nuk ban këtu, pastaj edhe ngarkohesh. Pastaj në fund që ka thonë pejgamberi alayhi salatu wassalam, ka thonë dhe Allahu e urren te ju idha'at al-mal, me e shkapërder pasurien. Allah e urren me e shkapërder pasurien. Dhe qëtu është pjesa për të cilën e ka nxjerr Imam Buhariu hadithin. Allahu xhelala ka bë pasurien pjesë për borxhet të jetës tonë. Nuk eci jeta pa pare. Nuk eci jeta pa pare. Kjo jo mi u bë qefi komunistave, jo. E ka dikush komunista, ndoshta thotë që kjo hoxha e kanë të lexuar Marksin. Jo. Pasuria pjesë domosdoshme e jetës. Nuk ka mundësi me pas një njeri jetë të qetë pa pas minimalën e pasurijës. Minimalën e pasurijës. Sepse njeriu është qenje fizike. Dhe pa hangër buk, a mund është ti me mbind për një njeri që pa hangër ato ecë? Jo. E qato ushqime, ku ati morë? Ja të punu tokën, ja të i blej me pare. Apo, për edhe për me punu tokën duhet me blej atë farën, për me mel tokën dhe me vadit me ujë. Pa pasuri s'ka mundësi. Andaj Kur'ani kur nuk thirr për me largu pasurien, por thirr për me menaxhu pasurien. Do gjënë e transmeton Imam Buhariu nga Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, ka thënë pejgamberi alayhis salam, kjo është baraspesha, kjo e ekuilibri i fejes. S'ka si në Islam drejtësie prerë e cila nuk ta merr as pi fizikut çka në emër të shpirtit, e as pi shpirtit nuk merr në emër të fizikut. Ka thënë pejgamberi alayhis salam, idha hadara al-asha, kur t'jetë gati sofra e bukës, ta kanë shtru sofrën e bukës në shtëpi, dhe i kameti i akshamit ka thirr, i kameti i akshamit ka thirr. Ta shiki di mundësi, ka ardhë buka e shtrume edhe namazi, apo cilës mi dhanë për parësi. Këtu e kemi fizikun edhe kemi shpirtin. Shpirti me u fal, e buka me hangër me plëcu e barkun. Çka ka thonë pejgamberi selam? Na mos me pas ditë që këta ditë, me na vet dikush për shembull do njëri që leza veten më devotshëm. O vllai, jam unë sofra shtrut. Namazi ka thirr. Shumica neve, cilën kishin dhënë xhevabin? Vllai, falun një herë. Falun një herë. Pejgamberi sa po gjithë ashtu. Ka thonë febdeu nesjani me dark. Nesjani me buk. Edhe jo veç kaq. Ka thonë dhe mos u gutni të hangër. Mos u gutni të hangër. Haje ka dalë qysh hatë buka. Jo me hangër shpeq këtë azo. Pse? Masi janë mbledh nga tangat. Se ne keme na gjuhe më herët, tu kanë botë të dijat. Pse? Sepse djetarë shpër kanë donë komend. Nga se pejgamberi sa me din se pa fizik s'ka namaz. Ai nëse si jep për parësi bukës këtë ras, çka ka me bo? Ai ka mu falë të menu pasuli çfarë ha. Ai ka marru mirë se ka marru mirë. A thu çfarë ere ka? Për mos me hinë që to fantazia, çka ka thonë sa këpute që të fantazin jarë, shko ha. E mos ani merë të këbire falu për Allah. Për këtë asyje pejgamberi sa më gjithmonë ka mojtë balans. Shiko, pse e ka obligu Allahu zeqatin? Sepse na nëse nuk japmi zeqat, një pjesë të shoqërisë nuk e lajna me menu për Allahin. Ai ku të falët? Po s'kam parë unë. Unë se jam të mujtë mundze. Për këtë asyje ka obligu të zënginave, që një pare fukarave, që të kenë mundësi ato mi mbush barqet e veta për me adhuru Allahun xhelel xhelalu. Shiko Ramazani e ka edhe shpirtërorën e fizikën. Ti e ki një agjërim, dy buka. Apo, 2 fizika, 1 buk. Një agjërim. Sifir, iftar, tu dijat janë fizik. Në midis e ki e shpirtërorën. Apo, pra nëse e matë në fund, e ja qëtë kalemin, ti ke hangër 60 darka, i ke hangër në Ramazan, e i ke ninue 30 agjërime. 30 agjërim, apo. Asa ke ardhë, sifir iftar. Ti ke hangë, ma shumë ke hangë, se sa ke agjëru. Sepse Allahu nuk e urdhëron robin me e prish trupin e vetë. Nuk e urdhëron trupin. Andaj ka ndrejri ma Hakimi në mushtretrekin e tina nga pejgamberi alayhis salam, ka thënë hadith, ruje shnetin para se me të arsmuja. Kujdesu për shnetin, ruje shnetin. Andaj ka thënë hadith tjetër pejgamberi alayhis salam, gjëja që mas shumë ti nuk i kushtoj njerëzit të rëndësi, cila shëndeti tyre. Shëndeti. Andaj ka thënë alayhis salam me këtë hadith, Allahu e urren që ju ta shkapërderdhni pasurien. Çuçi është shkapërderdhja e pasurisë? Shkapërderdhja e pasurisë është që kur ka ardhur transmetimin nga Abdullah ibn Mesudi radhiyallahu an dhe nga Ibn Abbas radhiyallahu an, është çfarë? Ka thënë el mubadhirina fi ghairi haqqin. Shkapërderdhja e pasurisë është kur ti nuk e jep në hak të vetin. Kur nuk e jep në hak të vetin. Çdo parë çka se ke dhënë me hak e ke shkapërderdhur.
Pra nuk ka shumë edhe pak. Nëse o një hak 10.000 euro, ajo hak nuk është ka përderdhje. Apo, ama nëse i ke dhënë 10.000 euro për pik qefit, ose i ke dhënë 1.000 euro për pik qefit, këtu ki mu dënu për ata smerës logari. Sepse çdo pasuri që jepet për hak, nuk ka rëndësi shumë a shka akon. A akon hak. Por shemë runa zot, dikush ka nevoj për mushërue, mjekim, edhe ka nevoj për racioni ti për 500.000 euro. Edhe musliman dikush njëri thot unë ja jap 500.000. Njëri mi thot po shumë be kjo më se shka përderdhje. Jo, nuk ka shka përderdhje kjo. Kjo është obligim. Kjo është obligim. Mirë, nëse jep dikush 500 euro në tallava, në muzikë, ki 500.000 ka dhënë për çfarë? Për me u bë sebeb mu mjeku dikush. Ajo hak. A ky tjetri ki ka haram këtu. I thot po njëri 500.000, ani këto 500 janë batil. Shiko, nuk ka te masa, po te veni. Kur i jep te veni vet, këto hak. Ka ardhur Uthman ibn Affan radiallahu an, 960 deve e ka dhënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. 960 deve. Ka 1.000 euro që s'ka deve 1.000 euro. Apo, sa janë ato? Po ka 5.000 euro. Ai milionat i ka lënë aty. Ama i ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, çfarë i ka thonë? Nuk ka më zarar ki njëri çka bën këtë dunjë, sepse e ka paguajt vetën. Për këtë arsye, pejgamberi sa më thot në hadith, Allahu e urren që ju tash ka përderdhni pasurinë. Kështu që është një fenomen shumë i keq në kohën e kapitalizmit, shka përderdhja e pasurisë. Kur njeriu mbledh shumë, harxhon shumë, nuk e di pse. E lutim Zotin e Madh Xhelel Xhelalu, që Allahu na ban prej atyre të cilët i plotsojnë këto trik gjëra të zot, i don dhe kënaqet me to Allahu te bareke ve teala, dhe na mundson Zoti jon te bareke ve teala që të largohemi prej këtyre gjërave të cilat Allahu i urren. E lutim Zotin e Madh Xhelel Xhelalu, që Zoti jon te bareke ve teala, aty ku ja kemi çolluar, Allahu na shpërblen. Ajo ka qenë prej Allahut, e kudo që kemi gabuar ka qenë prej meje dhe prej shejtanit. Lutim Allahun që Allahu na fal. E lutim Zotin e Madh Xhelel Xhelalu këtë ditë xumaje, pasi që jemi në prag të Ramazanit, Allahu na mundsof me mri muajin e Ramazanit, duke qenë me shëndet dhe me iman. E lutim Zotin e Madh Xhelel Xhelalu që Zoti jon te bareke ve teala muslimanët ku di që në përbot Allahu të ndihmon, skamnor, nevojtar, bonjak, jetima të veja, Allahu të jap nga rahmeti i vet edhe neve bashkë me ta. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.